Takimet me banorët e Shkodrës nga kandidatët e Partisë Socialiste vijuan në një tjetër zonë të qytetit, në ZAZ numër 4. Drejtuesi politik Benet Beci, i shoqëruar nga kandidatët Kejsi Spahia dhe Unit Bejleri, janë takuar me banorët e kësaj zone, ku përcolën mesazhin e vazhdimësisë së investimeve dhe vëmendjes ndaj Shkodrës me datën 11 maj. Fitoria e Partisë Socialiste është e sigurt gjithë Shqipërinë dhe ju e dini pse. Ka vite që ne kemi punuar në Shqipëri, kryeministri Rama ka bërë një transformim të jashtëzakonshëm të gjithë Shqipërisë. Por ne këto 2 vjet provum që Shkodra po transformohet dhe në 2 vjet ka bërë punën e 30 vjetëve që s'është bërë në këtë qytet. Ne e duam, na votojmë pesën dhe Partinë Socialiste për të vazhduar të gjithë kantieret e hapura në këtë vend. Shkodranë një njohës, e pozitiv, e njerëz që e dallojnë të mirën, e dallojnë të bukur, e din ta vlerësojnë punën, e din ta vlerësojnë edhe përpjekjen dhe dashurinë që kemi ne për këtë qytet. Dhe ata do dinë shumë mirë, dhe ju do dini shumë mirë, të flisni me këdo, që qartësisht vetëm të hapin sytë. Vetëm të hapin sytë dhe vetëm të vlerësojnë punën. Dhe vetëm të shohin çfarë ne kemi propozuar nga përfaqësuesit për të vazhduar këtë punë, ekipin tonë të deputetëve që do mbrojnë Shkodrën dhe do dalin me rezultat të jashtëzakonshëm. Për Partinë Socialiste, 11 maj është data që garanton vijimin e investimeve, të cilat gjatë 2 viteve të fundit janë shndruar në një realitet të prekshëm për Shkodrën.